Territori shqiptar për datën 10 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të karakterizohet nga qiell i pastër dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa edhe gjatë pasdites pritet të mbizotërojë mot i kthjellët dhe temperatura do të mbeten të buta për këtë periudhë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 8 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 7 deri në 16 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 16 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 14 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 17 gradë Celsius.